një grup i kryesuar nga dietarë ose njerëz të shuar, të cilët vinin nga Andaluzia e largët, nga Spanja e sotme, dhe shkojnë tek Imam Maliku, ku në brendësi të tyre kishin 50 pyetje të shënuara. Dhe habiten se si Imam Malik ibn Anas përgjigjet në 14 prej tyre, ndërkohë në 36 të tjera nuk përgjigjet, por thot nuk e di. I thonë, o Imam, kemi ardhur nga Spanja e largët, dhe nuk kemi ardhur këtu që të marrim një përgjigje që nuk e di. Pra populli atje na pret se cilat do të jenë përgjigjet tua këtu. Dhe i thot Malik ibn Anas, imami i nderuar, thot, ma kaloni edhe një herë, sepse ishte e zakonit që në të fletë ku shkruhej pyetja, mbi të ose në krahun tjetër zakonisht shkruhej dhe përgjigja. Dhe shkruan Imam Malik ibn Anas, thot i varfri për mëshirën e Allahut dhe nevojtari për orientimin e tij në çdo gjë, e veçanërisht në fushën e diturisë. Jam pyetur për 50 pyetje me radhë sikurse janë të shënuara, në 14 prej tyre janë përgjigjur si vijon, dhe për 36 tjera ose pjesën tjetër, pra shumicën ndërmuese të pyetjeve, them nuk e di, dhe nuk e di është gjysma e diturisë.